Pavarësisht festave të fundvitit, çmimet e festave të konsumit në treg nuk njohin ulje. Përkundrazi, rritjet e tyre është kthyer tashmë në traditë, sidomos për pensionistët. Këto çmime konsiderohen të papranueshme, pasi pensionet e tyre janë të pamjaftueshme për t'u përballuar, siç shprehen ata në tregun e Rusit. Për ne që jena pensionistë janë rritje, me thonë drejtën. Se s'kena më çfarë jep 100.000 lekë, 100 cent janë, kur si jep për çdo muaj, s'po ndihet ty, asgjë hiç. Me këta çmime nëse mundna me ble asgjë, 130.000 lekë pension kape, dole mi vi. Pensionistat në alta janë. Bylmeti, mishi, djathi, qojnë pesh. Po edhe perimet, ka raste. Thirrja është edhe për ata që shesin me shumicë. Se tregtarët e bizet janë detyruar shpesh me shit. Që ta ulin çmimin. Që ta ulin çmimin atje të shumica. Ka rritje vënë, ka ulje vënë, për shembull, frutat kanë një ramje, kurse zazavot dhe artikuj tjerë kanë rritje çmimesh. Për ne pensionistët pak e rëndë rritja çmimeve, se dihet se pensionet janë të ulta, mos më thonë janë minimo kret. Kështu që ata kanë shtetit, qeverisë me menduar për pensionistët. Çmimet është arsyeshme që të ulen, dhe të ulen sa më shumë, si mileti, sidomos shtresa pensionistëve me këta pensione krejt ulta duhet ulen sa më shumë që të kalojnë këtë vitëri, si me thonë, të jenë me i farë optimizmit, jo me rritje çmimesh, po me ulje çmimesh. Kur i kena ullë kur? A i kena ullë kur? Njëri dhe tjetë realist, këta sa i shtrajtojnë, se për me ullë si ullin kur. A duhet, po kush e bën atë punë? I cili? Ata 8.000 lekë është i kile me shbibet peshe gjallë. Ndërkohë tregtarët jashtë kamrave theksojnë se nëse bëhet fjalë për ulje çmimesh gjatë festave, kjo ulje duhet të nisë nga tregu i shumicës, me qëllim që të reflektohet në tregun në pakicë. Por përderisa në tregun e shumicës jo vetëm nuk ka ulje çmimesh, por përkundrazi ka rritje të tyre, atëherë kjo rritje reflektohet dhe në tregun me pakicë. Faktikisht organet shtetërore dhe fiskale her pas here deklarojnë nevojën për kontrolle të çmimeve, por deri më sot kjo nuk është reflektuar në terren, pasi konsiderohet si ndërhyrje për rregullat e ekonomisë së tregut.